Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Bajram Begaj, ka zhvilluar një vizitë zyrtare në Vatikan, ku është pritur në një audiencë të veçantë nga Papa Leoni i 16 në Pallatin Apostolik. Takimi mes dy personaliteteve është zhvilluar në një atmosferë të përzemër dhe me fokus të marrëdhënieve tradicionale mes Shqipërisë dhe Selisë së Shenjtë. Gjatë bisedës, palët kanë diskutuar mbi bashkëpunimin dy palësh, procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe kontributin e vendit për paqe dhe stabilitet në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Një vend të rëndësishëm në diskutim i është kushtuar edhe çështjeve të besimit fetar dhe historisë së Shqipërisë gjatë periudhës së komunizmit. Shqipëria ka vuajtur në mënyrë të tmerrshme nga ndalimi i besimit gjatë regjimit komunist në atë periudhë, por edhe në shekujt më të hershëm, shqiptarët e kanë ruajtur me shpirt besimin në Zot dhe e kanë ushtruar atë duke rezistuar me qëndresë deri në martirizim. Gjatë vizitës, presidenti shqiptar i ka përsëritur atit të shenjtë ftesën për një vizitë në Shqipëri, duke e cilësuar atë si një moment me rëndësi të veçantë për vendin dhe marrëdhëniet shpirtërore e institucionale mes dy palëve. Në vijim të agjendës në Vatikan, Begaj ka zhvilluar dhe një takim me sekretarin e shtetit të Selisë së Shenjtë, kardinalin Pietro Parolin. Gjatë këtij takimi janë diskutuar çështje që lidhen me rajonin dhe Ballkanin Perëndimor, procesin e integrimit evropian të Shqipërisë dhe rëndësinë e dialogut për zgjidhjen e çështjeve të hapura në rajon. Gjithashtu në bisedë është prekur dhe çështja e Kosovës dhe nevoja për bashkëpunim rajonal, duke theksuar se integrimi i vendeve të Ballkanit në Bashkimin Evropian mbetet një objektiv kyç për stabilitetin afatgjatë të rajonit.